Sulo Hoxha, mësuese adetar, është promovuar këtë të mërkur libri monografik me autor profesor doktor Bardosh Gaçe, kushtuar mësuesit me shpirt të madh kombëtar nga Veçdanishti. Jeta dhe veprimtaria e këtij pishtari të dritës e diturisë, këtij luftëtari të shquar popullor në mbrojtjen e qeverisë së Vlorës në vitin 1912-1914, në epopen legjendare të Vlorës 1920, në vitet e luftës së dytë botërore, ringjallet në sytë e lexuesve me dimensionet reale e vërtetësinë historike. Në ceremoninë e promovimit të kësaj vepre kanë marrë pjesë intelektual, shkrimtar, poet, si dhe familjar të mësuesit patriot Sulo Hoxha. Figura e tij e lartë bëri që në këtë ditë edhe politika të ishte bashk, teksa në takim ishin të pranishëm edhe deputetët ai socialistëve, Vullnet Sinaj, si dhe deputeti i Partisë Demokratike, Bujar Leskaj, mes tyre dhe kryetari i Bashkisë së Selenicës, Nertil Bellaj. Kryetari i Shoqatës Adetare Kulturore Labëria, Dega Vlora, Ahmet Demaj, tha se në këtë libër vjen dimensioni njerëzor dhe adetar i një njeriu shumë të madh. Për një figurë si Sulo Hoxha, do t'ju lutesh të mos ndalet më në debatet politike të kohës, por të dimensioni njerëzor, asimor dhe adetar i jetës tij. Një libër i tim duhet të shërbej për kujtesë dhe për pajtim e jo për vazhdim të ndarjeve të reja. Sot nuk jemi mbledhur për të gjykuar të shkruar, por për ta kuptuar atë. Ne nuk jemi këtu për të ndarë shqiptarët me fitimtarë dhe humor, por për të nderuar një njeri që shërbeu vendit si mësues, aq më tepër si adetar e si qytetar. Deputeti i Partisë Demokratike të Vlorës Bujar Leskaj theksoi se Sulo Hoxha tha kontributin e tij në hapjen e shkollave në Vlorë dhe në Selenicë, duke shënuar kështu emrin e tij të artë, ndërsa e vlerësoi si një misionar të dijes. Mësuesi Sulo Hoxha është një mësues që jo një e dy, por hapi disa shkolla në Vlorë në këto vitet pas pavarësisë dhe shënoi emrin e tij të artë, duke hapur shkollën e Veçdanishtit, duke hapur shkollën e Konsulit, duke kontribuar në shkollën të Verçës, të Tërbaçit, dhe kudo ku ka qenë vërtet një misionar i dijes. Një misionar i dijes pse reflektonte dhe përkthente ose veproni drejt për drejt në bazë atyre orientimeve dhe porosive që Ismail Qemali, deputeti i Vlorës, qysh në parlamentin turk, u dha disa të rinjve dhe fëmijëve shqiptarë, qysh në vitin 1909 në shkollën Muratia. Mësuesi Sulo Hoxha e vazhdoi kontributin e tij për arsimin. Spikati kudo në Vlorë bashkë me një sër patriotësh të shquar që është folur dhe do flitet dhe më shumë duhet të flitet vlonjan. Deputeti i Partisë Socialiste Vullnet Sinaj vlerësoi librin, por edhe formimin e Sulo Hoxhës, teksa tha se familja e tij ka dhënë kontribut të veçantë adetar e patriotik. Më impresionova sidomos në drejtimin e familjes dhe në formimin e vet Sulos. Të familjes të një familje që sot me prezencën e përparimit edhe të Gencit jemi tek Brezi i Pest. Nga çfarë shkruhet në libër, duke filluar që nga Haxhi Hoxha, ka trajtyshi i tyre 35 vjet klerik Hoxh jo vetëm në Veçdanisht, po edhe në Llagatund, edhe në Armen, edhe në Vlorë. Dhe vazhdon pastaj me të birin e tij, Ibrahim Hoxhën, një nga patriot dhe djali i Ibrahimi, i cili u plagos në Lëkurs në mbrojtje të kufive të Shqipërisë nga pretendimet greke në 1913. Vazhdojmë pastaj me Molla Mehmet Hoxhën, i cili ka mbaruar dhe medresen në Stamboll. Pastaj kalojmë tek Sulva, mësues. Pastaj kalojmë tek Araniti, i birit që kam këtu, e kemi këtu prezent edhe në moshë të madhe, ka ardhur dhe është dhe një vlerësim që për çka ka bërë historia dhe çfarë ai përjeton sot për vlerësimin e babait të vet. Autori i librit, studiuesi profesor doktor Bardosh Gaçe, vlerësoi rolin adetar të mësuesit Sulo Hoxha. Sulo Hoxha bën pjesë, edhe pse është ka një fshat i vogël në Ibrim, në ata radhë
adjetarës si i Bejn Kushta, Tahir Hoxha, Mursho Delo, Balit Pelari, Mjad Peço, Mustafa Bega, Gjafer Zashovica, Halim Gjelo, Beçan Selami, Besi Feimi, Ramadan Armeni, Yusuf Bushi, Gali Iljazi, Miftar Shaipi, Daud Seferi, të cilët pas shkollës në radhjes u shkolluan janin. Ata u bërë pishtar të prapjes së ditës dhe titurisht në Vlorë, por e Grajin. E thash të paragraf për një fakt të vogël. Hapeni librin dhe shikoni për herë të parë në historinë e Vlorës gjatë 100 vjetëve, botojnë fotografi të tilla që kanë dalë nga arkivat që janë në tunele. Dhe prapë blonjatëve nuk u bën përshtypje që në ata 100 mësuesi u përgatitën pas Kongresit Dushës, 16 ishin nga Vlora, ka dhe nga Himare, ka dhe nga fshatat tjerë. Djali i Sulo Hoxhës, Aranit Hoxha, falenderoi të gjithë të pranishmit në këtë aktivitet. Respekt dhe ua kam borgj këtë mi që ardi. Edhe jam krenar që jam i vidi, jam rritët pa baba, që fëmi, po jam krenar që jam i vidi Sulo Hoxhës. Ju falemnderit. Në këtë monografi jepen tablo të gjalla të banorëve të Trevës së Vlorës në luftën anti-osmane e sidomos të fshatit Vezhdanisht, ku përmenden ngjarje dhe emra që në shumësinë e tyre dallojnë për pasuri informacioni, ashtu si edhe Jo Rallher i drejtohet këngës popullore si kujtesë artistike, e cila s'ka lidhje me vargje këtë heroizëm. Gjatë dhe tarë, breza t'indezin pishtarë, Jeta e Sulo Hoxhës paraqet disa dimensione të rëndësishme që zgjaten në kohë dhe përmes kohës krijojnë hijen e madhështisë së tyre. Në faqet e kësaj monografie jepet edhe një panoram e luftës heroike të Vlorës, duke treguar aktivitetin dinamik të Sulo Hoxhës, situatën politike të pas luftës së Vlorës dhe zgjuarsinë dhe intuitën e Sulo Hoxhës për mbledhjen e një kongresi kombëtar.